një pyetje dytë që ka të bëjë me situatën e emergjencave civile, duke qenë se dimri po lihet pas dhe përpara kemi verën dhe duke ditur atë se çfarë ka kaluar vitin e shkuar me situatën e emergjencave nga zjarret. Vitin e shkuar ju keni deklaruar në intervistat shumëta që keni dhënë në media që Shqipëria ka nisur procedurat për blerjen e 5 mjeteve ajrore për fikjen e zjarreve. Dhe gjithashtu kishte nisur dhe trajnimi i pilotëve që do të punojnë me këto mjete. A do i kemi gati avionët apo helikopterët zjarrfikës këtë vit për situatën e zjarreve? Atëherë, kemi për gatishmërinë operacionale në përgatitjen e sezonit të zjarreve, kemi 3 elemente. E para njëherë fuqizimi i flotës toksore. Kemi një kontratë në zbatime sipër përmes Kajos dhe Timak Defense për prodhimin e mjeteve të emergjencave civile dhe mjeteve të specializuara kryesisht për zonat malore pyjore. Do na japi kjo mundësi që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ti transferoj këto mjete bashkive që kanë më shumë nevojë. Dhe në këtë mënyrë ne fillojmë ato që kemi thënë për rinovimin e flotës kombëtare. Elementi dytë, është në negociate sipër, finalizim negociate, do thoja unë, blerja e 2 avionëve zjarrfikës. Ka marrë kohën e dur sepse siç e dini, ato prodhohen për ne, pra nuk janë të gatshme në treg. Një element i negociatës është të mundsojmë që të paktën një prej këtyre mjeteve të vi sa më parë. Nuk mund të angazhohem dot tani do vi në kohë për sezonin, por synojmë që ta kemi një mjet këtë vit. Është një cikël stërvitor disa mujor në fakt për pilotët dhe nga momenti i nënshkrimit kontratës do ta bëjmë publike patjetër edhe elementet kohor, por absolutisht po blejmë 2 avion dhe do vinë me patjetër, prodhohen për ne dhe do stërviten dhe vazhdojnë stërvitjen komponentët e forcës ajrore. Synimi patjetër është që në 27-ën t'i kemi të 2. Kjo është e sigurt që do t'i kemi. Ne synojmë pse jo që t'i kemi edhe pak më përpara të paktën njërin prej tyre. Dhe elementi i tretë ka të bëjë me gatishmërinë e gjitha mjeteve ekzistuese të forcës ajrore. Dhe forca ajrore dhe shtabi i përgjithshëm angazhuar që të kemi një flotë sa më të plotë si vjet, për të mos kemi si në vitet e kaluara disa avion që ishin në riparim, vonesa logjistike që bënin që jo e gjithë flota ajrore ishte në dispozicion. Synimi që kemi këtë vit është që të kemi minimalisht në çdo moment 4 helikopterë në dispozicion të elementeve zjarrfikës, duke ditur që forca ajrore mbulon dhe misione të tjera, kërkim shpëtimin, emergjencat mjekësore, mbështetja ndaj policisë së shtetit për operacione të caktuara nga ajri. Por patjetër që këtë vit do kemi një numër më të madh mjetesh të angazhuara, helikopterësh të angazhuar në përpjekjet zjarrfikëse.